është e vështirë për një opozit që u mbet zgjedhjet nga 2013 deri sot që të frymëzojë akoma. Pa dëshuar të paktën leadershipin. Po vjetë unë pra atje që thash. Është e vështirë për një opozit në çdo vend botës që në një qeverisje që kontrollon absolutisht çdo pushtet të ketë njerëz që i bashkohen dhe që nuk kanë frikë për të darë protesta, sigurisht. Dhe mënyra e reagimit është gjithmonë e vështirë. Kjo nuk diskutohet. Pra, opozita nuk është aq komode dhe aq e lehtë, që nuk po themi që janë kushtet optimale që opozita të jetë në kulmin e vet dhe nuk shfrytëzon. Opozita ka kushtet optimale për të qenë keq. Por duke e treguar vetë që është keq, nuk bën asgjë të mirë për të goditur qeverinë, për të thënë shqiptarëve, për të dhënë mesazhin shqiptarëve që kjo qeveri mund të rrëzohet. Sepse ne kemi na vinë për 28 nëntor 2 mesazhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Shtetit dhe Shtëpia e Bardhë. Të dyja flasin për trafiqet e drogës. Do bashkëpunojmë, thot Rubio, Departamenti i Shtetit me institucione ligjzbatuese shqiptare për të luftuar trafiqet e drogës dhe që marrin që cënojnë sigurinë tonë. Të urosh një vend me këto fjalë është krejt e pazakontë. Nuk ka asnjë lloj kuptimi. Vazhdon dhe Shtëpia e Bardhë thotë që do bashkëpunojmë për goditjen e trafiqeve. Për urim për festën e pavarësisë kjo. Dhe shqiptarëve u krijohet ideja që ka diçka që nuk shkon. Që ka diçka mes Tiranës dhe Washingtonit që nuk po funksionon. Ka një dyshim të Washingtonit që qeveria e Tiranës vërtet bashkëpunon me trafiqet, sepse këta nuk thonë do bashkëpunojnë me qeverinë, po thonë do bashkëpunojnë me organet ligjzbatuese. Dakord me tonë, po. Pra, ideja që krijohet e njerëzit është që qeveria është duke mezi po mbahet. Kur del opozita në këto protesta, atëherë njerëzit thonë s'ka kush ta rrëzoj, çfarë duan ata nga. Pra, opozita me këto lloj proteste ndihmon. Po thoni dy gjëra të vërteta, njëri dhe tjetri, dy gjëra shumë të vërteta, por që mbrim të konkluzioni që çfarë ndodh tani. Ja dakord tenton të gjitha këto të qarta. Po, ai merr ato 200 veta dhe dalin disa njerëz që flasin. Kaq. Unë mendoj që arsyeja pse Berisha ka fituar gjithmonë zgjedhjet brenda partisë është se ajo është partia e Berishës. Partia Demokratike filloi në pikërisht për një javë bën 30 vjet, lëvizja studentore dhe pastaj Partia Demokratike 35 vjet, sa i bie 35 vjet. Si një parti që kishte rryma dhe të majta dhe të djatha që i bashkonte të gjithë njerëzit, punësion dhe sistemit, nuk i bashkonin ideologjit, nuk ishte bashkim ideologjik ai që ndodhi pas 8 dhjetorit. Pra çdo njeri që ishte kundër sistemit komunist, që ishte pro demokracisë, pro zgjedhje të lira, për pluralizëm politik e tjera, që i bashkonte këto vlera, jo ideologjia, u bashkuan në ombrellën e asaj që quhet pasaj Partia Demokratike. Dhe gjithë shizmat që dorën nga Partia Demokratike që nga ajo kohë, pjesërisht kanë qenë justifikuara për shkak të ideologjisë, pjesërisht kanë qenë përjashtime që i bëri Berisha për të marrë në kontroll të plot partinë. Ama ajo që është e sigurt sot është që Berisha e shndroi atë nga një parti, nga një bashkim të madh intelektual dhe popullor, se aty kishte edhe njerëz që nuk ishin intelektual. Kishte sindikata, kishte njerëz shumë punëtor. E shndroi atë në një parti berishiste të vogël. Partia Demokratike nuk përfaqësonte më shumë se 40 deri në 42% popullsisë së Shqipërisë, ndërkohë që erdhi me 60% të votave në pushtet. Si e them, ajo është partia e Berishës, mbeti partia e Berishës dhe në atë parti votoi çfarë donte Berisha, votoi Berisha. Dhe sot po të bëhen zgjedhje përsëri fiton Berisha. Nuk mund të mundet Berisha me vot dhe në logjik të edhe një parti demokratike, lideri historik nuk mundet me vot. Fatos Nano nuk mund të mundej me vot në 2005, nëse do të rikandidonte në tetor, pas Ida Dorëçit. Sepse një natë më parë ne e pam që pa qenë fare aty, hodhi poshtë një rezolut, një projekt statut të Gramoz Ruçit dhe Edi Ramës. Fatos Nano dha Dorëçin, nuk kandidoi, nuk nxori kandidat që u mund. Pavarësisht se të dy kandidatët që dorën ishin kandidat kundër Nanos, anti-Nano, të ekspozuar anti-Nano, jo të përkthyer ide Nanos. Dhe kjo e çoi përpara Partisë Socialiste.
Berisha bëri një gabim në 2013. Vërtet bëri sikur nuk u përfshi, po në fakt u përfshi dhe zgjodhi një kandidat që ishte pro-berishist. Zgjodhi një kandidat që tha do vazhdoj rrugën e Berishës, por rruga e Berishës u mbyll në 2013. 2013 nuk ishte vot kundër Berishës si person. Ishte vot kundër rrugës së Berishës, kundër mënyrës se si që udhëheq Berisha. Pra, mbajtja e berishizmit brenda PD-s, mbajtja në pushtet e berishizmit, udhëheqja nga berishizmi e çoi PD-n pastaj në opozitë përjetshme. Anton, ti po vjen te atë që tha shumë. Doktorin 2006, doktorin 2030. Nëse doktori nuk largohet vet pra, dhe nuk bëhet garant për një garë pa ndikim, ku të futen edhe Saljani është komisari Berishës, pse mos futet në garë. Po mos futet doktori. Edhe Bardhi, nëse është ose jo po hyri doktori të gjithë. Pa hyrë doktori, kuptoj. Po pa hyrë doktori. Kjo ka kuptim. Gargu do të hyjë kundërshtarët. Po hyri doktori Përpara aty s'ka proces. Po shkon, nuk shkon, ju po thoni. Ai tha Andi, po s'ka shanse të thonë Andi. Ylli. Ai tha do kandidoj në 2026 dhe gara është e hapur. Kush të dojë të kandidoj? Po ku janë ban aty? Aty i shkrinë ai fare. Po nëse ikën doktori, që ikën po ikën doktori, atëherë është garë. Ikën vetëm doktori pra, se do ikë doktori me gjithë shpurnën e vet. Do ikë Edi Paloka, Albana Vokshi, Flamur Noka, Jo, ata s'kam se ikën, se duhet ikin ata? Po këta janë njerëz të doktorit thonë, këta janë pa votuar. Ata nuk janë grup armiqësor. Këta votojnë. Po ata janë grup armiqësor që pjesë doktorin sot. Ore, këta votojnë me urdhër doktorit, se këta s'kan as i vot vet. E kuptoni se pra këta janë direkt automatikisht jashtë kangjëllave nëse ikë doktori. Po jashtë kangjëllave ata janë pa votuar. Jo. Rreziku është ky, që ikja e Berishës sot në këtë gjendje që është Partia Demokratike dhe që ka shumë fraksione, mund të shkaktojë përçarjen e partisë. Për shembull, grupi i Saljanit, grupi i Gazbardit, i Flamur Nokës, grup që janë grupime, ha? Shiko. Por, sepse për shkak se këta nuk bashkëpunojnë me një tjetrin, nuk shkojnë. Festival Rogu. Përfaqësojnë gjëra. Marrin nga gitarë dhe Çu është çdo parti, siç është PS. Sa Nikola në fillim, aty ka grupin e Ballukut, grupin e Kasperoparit. Shiko. Po ti pyesësh gjithë këta, thon kshu nuk shtyhet. Po ti kërkosh cila është zgjidhja, nuk e dini. Shiko. Se themi një gjë, ta thjeshtojmë pak. Doktori, shiko si duhet të thjeshtuar them unë, ëh. Nga që unë i njoh shumë nga brenda këta. Aty me thënë drejtën po iku doktori mbaron gjithçka. Unë po them të mos ik doktori. Po mbaron sepse aty ka mbetur vetëm doktori. Sepse për 30 e ca vjet aty Niko kanë ardhur grupe armiqësore të pafundme. Vetëm ne nuk i mbajmë mend si numër se nuk janë pushkatuar. Si në kohën e shokut të vet. Jo pushkatim kanë pat ata, po pushkatim politik. Pushkatim politik, nuk vriteshin si Beqi Balluku, si Ikse, për shembull, programos pas kur shkretet e shkonte se ikte me helikopter dhe binte pastaj edhe aty. Po grupet armiqësore kanë qenë ai shumë, Niko. Sa kanë qenë për shembull një 100 grupe më shumë se shokun ver. Por gjysma PD-s ka dalë grupe armiqësore pra. Armiqësor. 50% e PD-s do të armiqësor, grupe armiqësor. Aty kanë mbetur pastaj ata berishistët. Ne personalizoj partinë, e bëri partinë personalizoj, e ka si kompani mo, gjithë. Dhe tani aty nuk ka që ndodhë, se që procesi do lindet? Sa do të personalizoj partinë, duke qenë një parti e madhe, interesat aty afrohen gjithmonë. Tendenca që interesat anti-Rama, ata që kanë interesat kundër Ramës, e gjenë vetë gjithmonë të Partia Demokratike. Ajo është partia me madhe opozitës. Pra mundësit duke qenë partia madhe, që ajo të rigenerohet, të rithemelohet, janë. Sepse interesat përplasen aty, grupet e interesit politike, ekonomike, të gjitha llojeve, edhe sociale. Pak sepse kalojmë te pika e fundit. Edhe një grup naftetarësh, ose bujqish, ose ku diun, një banor fshatra që duan një rrugë, kur duan denoncojnë, nëse se gjejnë hapësirën në Azikundi, shkojnë tek opozita, tek PD-ja, nuk shkojnë te një parti tjetër e vogël.